Në këto përgatitje që po bëj për gjyqin që kam njënar kundër kazinos, unë përshikohet që kam probleme jashtëzakonisht të mëdha dhe kryesisht i shoh i konstatoj problemet e mia kur unë i incizoj këto fjalimet që do të marr, këto fjalët që do të marr atje, pyetjet që do të bëj, fjalën hapse, fjalën myllse, edhe i dëgjoj pastaj kur ec rrugës me makinë. Edhe them me vete, me gjithmend, do t'ja qash trapin atyre që dëgjojnë me fjali kaq gjata, edhe mendoj që unë do të kisha fitu gjyqin fare lehtë, po qëse do të kisha ekstrakt, i thonë ne, kur e heq nga ato cilësit vetit, karakteristikat e tre njerëzve të mrekullueshëm që unë njoh. Djallëzina i merr Norgës, që ta bëj edhe ata që më urren, ose që urrej, të i flas me dashamirësi që ta bëja për vete Jorin. Ata shpirtin e dlirë të pastër të vajit hyzotit në poezi, që duket edhe mendimet më mëdha i shpreh gati si një femër naive, në kuptimin një shpirt aq të mrekullueshëm, aq briljant që të bën të dush. Edhe me gjitha ata brevet i thonë shkurtimisht, ata mënyrën e të folurit aq shkurt, aq shpreh që të bën të thush, po pse mbaroi kaq shpejt Faruk Myrdajt? Po të keni lexuar cigarat e djegura ose Ritari Varrezve. Po qëse unë i boja i mblidhje këto tre karakteristikë dhe këtyre tre figurëve që unë respektoj e nderoj, unë do të kisha fitu gjyqin fare lehtë, po që do që jam Sami Qoka, edhe do të shkatroj çdo gjë. Se sti më mënkojnë aftësitë që t'ju thith si e bletra, që thith edhe nektarin e luleve, vetit, virtytet e këtyre rrethimtarëve të mrekullueshëm që unë vlerësoj. Sami Qoka, ju përshëndet.